kishim një ndarje shumë qartë. Në një farë mënyre, Rama fitoi betejën e spektaklit me Berishën. Kurse Berisha fitoi betejën politike me Ramën, nëse e shohim ditën e parë të fushatës si rivalitet mes tyre. Pse e them këtë spektakl? Vetëm se të një ndërhyrje. Ti mi barabartë ndërhyrje dhe këti. Se ta lexova dhe analizën. Në qoftë se nuk e ke qartë. Dhe do ta komplementoj. Në qoftë se nuk e ke qartë, unë të kam ftuar për ditën e parë të fushatës për 11 majit. Nuk të kam ftuar se kush është më lart, Kënga Magjike apo Top Fest. Ora po flasim për zgjedhje politike. Këtë pra po them. Po të shkosh tani ke e lëm, nuk kam asgjë. Jo. E drodhe mirë Belin Belinda dhe ishte më mirë se sa Elisa në 2013 se kjo më duket. Ore, unë po të pyes për s'kam thënë asgjë nga këto akoma. Dakor, vazhdo. Një paraprit. Ti kundërshtoj, po. Dakor. Se them ja batoj edhe lecë të erdhi humori. Ishe në Bresha kam përshtypjen. Duhet vihesh në lëkurën e Ramës. Jo vetëm. Duhet vihesh në lëkurën e Ramës. Edhe në Lugano. Prandaj po të them, ishe në Lugano. Edhe në Bresha dhe në Lugano. Prandaj po të them. Do jenë ke burgu i Durrësit sa takoj ca ish miq këtu. Nga të erdhi ky. Nga bisedat me ish miq që ke burgu i Durrësit. Nga Bresha apo jo më ka ndar nga bisedat në burgun e Durrësit. Jo, unë e pres me seriozisht unë e pres me shumë kurreshtje kthimin tënd nga Lugano. Po prit kthimin tim nga burgu i Durrësit Lenci do ta kesh më shumë kurreshtje. Ke edhe sa miq atje. Ka janë gjysma përveç faktit që është afër plazhit, në cilën shkoja fëmijë. Dakor, është beqe, është velia, i ka shumë. Vazhdo bushat. Do flasin dhe ata. Do të ndryj prapa. Vije pak vete në lëkurën e Ramës dhe të bësh dhe bilanc 4 vjeçar dhe bilanc 12 vjeçar. Nuk e çfarë thua. Dhe kur nuk e çfarë thua, çfarë zgjedhje bë? Ose do i shmangesh thelbit dhe do mundohesh një spektakël, muaj nuk që spektakël që më pëlqeu, nuk është as ai Goliku në shihet e mia, nuk është as ai Lautari i Ulsiut në shihet e mia. Por bëri një zgjedhje për t'ju shmangur thelbit, pra për të bërë një fushat politike me bilanc. Dhe çfarë bëri? Spektakël një dhe atë që thua ti do e diskutojmë pjesën e dytë. E hodhi topin larg zgjedhjeve. 2030 thot. Ky mandat mbaron 2029-ën. Në këtë kuptim, e gjithë spektakli ishte mbulimi më i mirë i mundshëm për mungesën e thelbit. Dhe në kuptim edhe mua po të më pyeste Rama, ore si të gënjej sot se s'kam çfarë them, këtë bëj mund t'i thosha. Dhe në këtë kuptim bëri më të mirën e mundshme për veten e vet. Ndërkohë, pse them që Berisha e humbi betejën e spektaklit? Berisha e humbi betejën e spektaklit se po të shofësh kush është akuza që i bëjnë kundërshtarët Berishës. Ore, djatha ka që 91-shin me ty, që 91-shin të shohim zgjedhje. Dhe një fushatist politik thot, unë vetëm këtë retushim duhet të bëj. Ndërsa po të shifje mitingun e Berishës, duke si mitingi viteve 2000, si mitingi viteve 90. Pra, nuk u kujdes se fushata pak është dhe impresioni që lë, jo vetëm ajo që beson, nuk u kujdes pak ta retushoj kritikën kryesore që i bëjnë kundërshtarët. Tani, të kthehemi ke pjesa që, unë them, tu fitoj Rama, kurse pjesën politike e fitoj Berisha. Pse fitoj Berisha? Po të dëgjoje Berishën dhe në Pallat Kongreseve dhe në Shesh, e para pati diskurin e një lideri tipik opozite në një vend autoritarist. Çfarë më bëri përshtypje mua? Ne sot edhe në këtë studio kemi diskutuar shpesh se si diktatura apo autokracia e mposht shoqërinë, e përgjumb shoqërinë, e bën apatike. Berisha e mori këtë fabull dhe tha jo, na votoni ne se ne jemi shembulli konkret se si një parti që ishte projektuar për t'u përçar, për t'u shkatruar, për t'i marrë vullën dhe flarmurin, arriti të rezistojë. Pra, mori fabulën e vetë 4 vjeçare dhe e demonstroi si shembull për shoqërinë. Dhe kjo është tipikisht një qasje politike me cilën i adresohet shoqërisë. Kjo që një gjë për mua që ja vlente në hapjen e fushatës Berishës. E dyta,
unë nuk jam ekonomist dhe nuk e kam parë asnjëri që t'i bëj një skanim sa të vlefshme janë premtimet e Berishës, por ama ky duhet ishte thelbi një fushate. Pra, minimumi jetik 200 euro për pensionistët, për ata që s'kan asnjë ardhur, dyfishim pensionesh dhe pagash, kthim ke taksa e shesht. Janë debate që duhet t'ishin normale në një fushat. Prandaj them, betejën politike Berisha e fitoi kundër sazeve, lahutarit edhe golikut të Ramës që nuk dha në një gjë më shumë se kaq. Kështu i shohun të dy fushata dhe të njëri dhe të tjetri. Po bëni pak gati. Të them edhe një fjali të lutem. Po ta e ka patoni. Jo, vetëm një fjali. Jo, pse unë nuk kam fol fare për fushatën. Ndonjëherë deri në fund. Eksperti fushatave s'ka folur. Deri në datën. Më bëni pak gati edhe planet e Durrësit sot. Po. Deri në datën 9 maj ne kur nuk do t'i shikojmë kaq afër Berishën edhe Ramën. Se sa distanca prej rreth 1 kilometër që është nga sheshi Nën Tereza ke sheshi Skënderbej. Në një studio ta harrojmë që do të ketë një ballafaqim mes tyre, sikundet do të duhet të ndodhte. Po tani ata do të jenë, po çali një fjalë. Nuk do shkojmë kaq. Një fjalë vërtet. Bato. Tu jam me çimin. Ti je gjithmonë me çimin. Unë jam me ty. Është me të vërtetën.